Përshëndetje nga unë Mimoza Saliasi, docente në sektorin e brumërave pranë Institutit Kulinar Neranzi. Sot dua t'ju tregoj për një nga mielrat që më ka shoqëruar në çdo fazë të punës time me brumin. Manitoba, një miell i fortë, i besueshëm dhe perfekt kur kërkoj elasticitet, qëndrueshmëri dhe një brum që punon bashkë me mua. Pse e zgjedh miellin Manitoba? Sepse ka një përmbajtje të lartë gluteni, ndaj e përballon pa u lodhur çdo fermentim të gjatë. Në duar ndihet i butë, po kur nis punën e kupton menjëherë forcën e tij. Brumi fryhet bukur, zhvillon aromë dhe qëndron stabil gjatë gjithë procesit. Ku shkëlqen më shumë? Në brioshe dhe panetone që kërkojnë forcë dhe qëndrueshmëri. Në pica me brum të fermentuar gjatë me alveola të rregullta dhe strukturë elastike. Në bukë artizanale ku kërkon volum dhe kore të lehtë. Në çdo recetë që kërkon brum të qëndrueshëm dhe të butë njëkohësisht. Sekreti im, Manitoba